Na I kemi amnestu edhe ato fyre dhe olda që na janë bo pej loj emrav ndryshëm skenës politike, por e pat kryeministri në detyrë para pak dite dha është subjekt politik. Presidenti i Republikës Kosovës sot është e zgjedhur pikërisht me prezencën e tyne. Dhe nuk ka asnjë president në Republikën e Kosovës, pra për opinionin publik, që është zgjedhur pa prezencën e deputatëve të listës serbëse. Ma thuni një rast edhe unë e pranoj. Unë nuk e maj men, jam deputat që shumë legislatura, presidenti aktuale, pavarësisht që tash malun patriotët, ka prit ore, dhe në ora 11 natës, dhe sa e nërë lista serbës kanë kuvenin e Kosovës për me marë pjesë me kriju korumin për zgjedhjen e presidentës. Dhe ishte deputetja janë që e praktisi akën, se ishte në pyetje një numër, dhe ju bashku vetë vendosjes për me kriju korumin në emën të asaj që i pështoj Kosovën. Kështu që nuk e di që ka thojnë e që ish mendojnë, por unë që kësha pas qefe dhe që i shkon vullnete jam personal, kësha pas dëshirë që mos me kon pjesë e ekzekutivit ose ekzekutivi, sepse pjesë e ekzekutivit është obligative kushtetuse me qenë, por mos me kon në varne një majorancë nga lista serbska. Kjo dalon shumë. Me thonë është një dalem substancial, shumë i madhë. Me thonë nëse zgjedhë presidenci me prezencë, të listës serbska nuk mendoj që e pengon dikon, sepse është vetëm kategori kushtetuse që krijon korumin. A nëse varë Ekzekutivi për gjardën i votave, Parlamentin e Kosovës, dhe shantazhohet e kushtohet për listës serbska, kjo të një është temë krejtësisht tjetër. Dhe më se këtu të një rrezikohet me të vërtet vendimarrja në ekzekutiv. Por, si do qoftë, prapë po thëmë, pikërisht ta që po akuzojnë, ditën që është bërë sulmi në vërit Kosovës dhe ku vra polici Bunjago, shumë pak ditë ma vonë. Jo është nda bugjetin nga KQZ-ja listës serbska për 360.000 euro me 2 vota prote vetë vendosis. Edhe është certifiku subjekti politik, nërsa sot, mas 3 vjetë, kanë fillu të ashti për shkak se në zjedet, po fillojnë me bo show. Nëse kjo listë ka elemente kriminale terroriste, syç po prolongohet, por kryeministri po thotë jo nuk e kanë, atër shpalla organizat terroriste është vendim që është obligativ për secilin institucion varësi. Dhe nuk i nevoj as me diskutuje shpallat organizat terroriste, futet në listën e zez dhe përfundon kjo histori. Nëse ka elemente, nëse s'ka elemente, mbyllë këtë kapitull. Me thonë, kemi të kjartë, unë e shoh që mundësi reale është një shmangë zjedheve në pranverë. Tash, nëse jemi ka flasim për fushat, çka jam ka shoh është dy vija të bërit politik ose të premtimeve. E para është një farë situate urgjente.